Thënie të mençura nga Albert Camus, filozof, shkrimtar dhe gazetar i mirënjohur francez dhe botëror. Citojmë disa prej thënieve të tij, pjesa e dytë. Sharmi është mënyra për të marrë një po, pa artikuluar një pyetje të qartë. Liria është mundësia për të qenë më të mirë. Nuk dua të jem një gjeni. Kam probleme të mjaftueshme edhe vetëm duke kërkuar të jem një njeri. Të gjykuarit, nëse jeta ja vlen apo nuk ja vlen të jetohet, është çështje kryesore e filozofisë. Të krijosh do të thotë të japësh formë fatit tënd. Një njeri pa etik është një bish e egër që ende të lirë në përbotë. Kemi përherë përfiturimet të tepruara mbi gjërat që si njohim. Nuk ka dashuri për jetën pa dëshpërim. Absurdi lind nga vallafaqimi i pyetjes së njeriut dhe heshtjes së pashpjegueshme të botës. Njo një detyrim të vetëm, atë të dashurisë. Kur të jemi të gjithë fajtor, do të kemi demokraci. Altruizmi është një tundim si kënaqësia.